dalë për burë, të i nefë të të nëzi. Pa a ki pik burnijeti, a ki pik vlera, a ki pik qmimiti, që do me ilësu syt me kulot në të livad, ku kanë kulot baktia me në dytë ftyrën e tokës. Që të gru që këshyrin tjerë, ajo është sofër, apo pëse në hajnë në bukë syt e njerëve më të flisht në tokë që jetin apëtë. A që është? Kush jetë për e këshyra ta? Kejnë ata që sfalën, që pinë raki, që shajnë Allahun, që ta jenë pjesë mars në qatë sofër, syt e tu të pastër, që për një natë kanë kajtë për Allahun gjellë e wala, a do mi flisht në qatë sofëra? Ja bese bëj këtë punë apëtë. Sa hi Allah, pas hi në me këta apëtë. Me cilë njerës që, për shambull, jem lidhë që të të njerës, edhe kanë vendos një misht, pjekun, që shumë mëzbet para vetëm. Edhe ata janë qëfar, pa besimtar. Edhe njën i kop, hanë kështu të shtin goje, qëtër akine, të mëzbet flisht si hanë. Të no, hajtë e burë unë gjimënim, a hanë, jam më rëllasi me konë të dhe kuni se prejku, që kënë qenë të boju, a pa në qështu ti? Wallahi e njëta është, ata që këshyrin e kanë flisht. E kanë flisht me lëjnë syni të hongër ta. He sofër o vojnë, gjithë kushtu prek. Njëri pasër, në të sofër të pesë të marë pjesën atë. Kënaria e shpirtit, e nefësit të në pengon që me konë pjesë marë që ata. Ka dalë për burë, të i nefësit të në zi. Pa a ki pik burnijeti, a ki pik vlera, a ki pik qmimiti, që do me ilësu syt me kulot në të livad,